Avokati i njohur shqiptar Spartak Ngjela thotë se dy shtetet e reja shqiptare do të dalin të pavarura në Ballkan. Në një koment të shkurtër të bërë në rrjetet sociale, Ngjela vënë pa irritimin e fqinjve të shqiptarëve, Serbisë dhe Greqisë, por sipas tij, pavarësisht kësaj as Beogradi dhe as Athina nuk kanë çfarë t'i bëjnë dy shteteve shqiptare në Ballkan. Ai thotë më tej se aleanca e Shqipërisë me Washingtonin do të vijojë dhe se çështja e territoreve shqiptare është në agjendën kryesore të Washingtonit, por edhe të Brukselit. Mos e përfillni tradhtin, ajo tani është krejt në një pakice pa përfillshme që po tallet nga shqiptarët. Asgjë nuk na bën dot më as Beogradi as Athina. Ne shqiptarët sot në Ballkan jemi superior dhe kjo po e çmend me vuajtje së brendshmi edhe Beogradin dhe Athinën. Shqiptaria është sot një superioritet ballkanik me dy shtete shqiptare me 6 milion shqiptar. Po atëherë, kot vërtiten serbët vërdall me marrëzinë e tyre, duke shkruar nëpër gazeta të pavërteta për njerëzish të marrë. Asgjë nuk na bëjnë dot dhe askush nuk na prek dot në të dy shtetet shqiptare. Po pse janë kaq të acaruar serbët? Janë acaruar nga e vërteta e shqiptarisë që po del për ditë në paun historik të kohës, por i ka mërzitur shumë edhe dalja si shteti i pavarur i Republikës së Kosovës. Por kot shqetësohen se shqiptaria me të dy shtetet e saj ka aleancë të ngushtë me Washingtonin dhe do të vijojë, sepse janë edhe dy shtetet të tjerë shqiptar që pritet të dalin si të pavarur në botën shqiptare në gadishullin tonë lirik. Po atëre, asgjë këta kundërshtar dhe pushtues territorit shqiptare në dy shekuj rresht, duhet të rreshten dhe në rreshtje duhet të qëndrojnë qetë, sepse çështja e shqiptarisë është sot çështja kryesore e Washingtonit, si politika amerikane, por edhe e Brukselit. Edhe koha do të tregojë dhe do të ecë drejt shqiptarisë së plotësuar me të gjitha territoret e saj historike, sepse këtë tani e kërkon vetë historia politike e Amerikës dhe Bashkimit Evropian, por me ngulm të fshehtë kërkon ndërkohë edhe Rusia e Serbia me përkrasit e vetë vjetër e të rinj që i ka në Shqipëri, por që tani këtyre nuk u afishkëllen më njeri. Kot lodhen sllavat në këtë kohë se shqiptaria ballkanike është në aleancë amerikane dhe sot në Kosovë dihet që ka trupa amerikan. Prandaj koha po ecën drejt shqiptarisë etnike, e cila pasi të bashkohet si një shqiptari e madhe, do të krijojë edhe federatën e saj të shqiptarisë me 4 shtete shqiptare: Shqipërinë, Kosovën, Çamarinë dhe Maqedoninë e Veriut.